Jemi në radio apo jemi në televizor? Gjelal, ku flisim për PD-n, vum planet e PD-s. Tani po flasim për Ramën. Ne flasim këtu live. Gjelal, po, sepse kur po flisje ishe ti live, nxirret gjysmë ekrani, po jo. Gjelal, tani donalisht jo censurim që bëni, a kupton, deri këtu keni arritur. Gjelal, kur po flisje ishe parë, kishe Berishën. Shepani ka 5 minuta që folë dhe ti si ndrin. Kur flas unë ti më reagon. Pse? Kishe Berishën, po tani po akuzon Por ti Berishën pra me qenë sa shumë. Mbaruam pjesën e Berishës. Kur flasim për Berishën, pse flisim për Berishën? Po i mbas minutat prapë. Tani po flasim për reformat e Ramës, këtë më Berishën prapë. Do na japësh fjalë. Ja ta përfundoj ta mbaroj edhe unë. Pra, është shumë e rëndësishme që çdo shtet të ketë një televizion publik, dhe kjo kam përshtypjen se është edhe një nga kërkesat për integrimin në Bashkimin Evropian, nuk mund të rrim pa televizion publik, sepse thoshte një shprehje shumë e bukur që kush kontrollon median, kontrollon mendjet. Dhe ne dim shumë mirë që në çdo vend botës, televizionet private kanë interesa të caktuara për grupime të caktuara me qeverinë, cilat do qoftë ajo rradh. Në Shqipëri, në përgjithësi jo, sepse paguhet nga taksat e taksapaguesve, por ajo që mund të bëhet është një auditim i plot, një ridimensionim, një rimenaxhim më i mirë i taksave të qytetarëve, dhe kjo është patjetër një gjë që mund të bëhet dhe që është diskutuar prekosh. Gjelal, the deri në prill nuk e kalon prillin, ë? Tani prilli është deadline-i që keni vendosur? Po i kthem pak pyetjes që kishin më përpara, se nuk besoj që është vetëm prilli, po ju kujtoj radio televizionit shqiptar ose drejtoreshën e radio televizionit shqiptar që ishte u zgjodh nga Linda. Dhe si mendon ti që është kundër drejtoreshës apo televizionit? Rama në këtë moment s'pari do të hedh një shashk për të marrë në media, siç po merrim edhe aktualisht, dhe së dyti ka një përpavi ekonomike, sepse tek ai institucion, siç kanë patur në fatin edhe institucioneve tjera, do të ndërtojë cakulla. Së dyti, kryeministri është i gatshëm për të dalur në këtë situatë dhe lakurisht për të rrezhur vëmendjen për të diskutuar se pse doli kryeministri ashtu dhe për të mos u marrë me çështjen e krimit dhe të korrupsionit që ne kemi sot në Shqipëri. Kryeministri deri dhe thotë do bëj reformë për ujësjesin. Ndërkohë, ju kujtohet ju në vitin 2013 thonte, deklaroi këtu përpara jush që brenda mandatit 4 vjeçar, pra 2013-2017, nuk do të ketë shtëpi që nuk do të ketë ujë 24 orë dhe nuk do të ketë parcel që nuk vaditet me ujë. Sot po të shohësh në Vlorë, thonë do bëre reformën që ngelen 5 ditë pa ujë. Ju kujtohet para 3 ditë në Fier, kishte vajtur zjarr fikse që duhet ta përdorish për verë, në verë shkon policia me flet dushku për fikur zjarrin. Kurse kur s'ka ujë, vjen zjarr fikse dhe furnizon qytetarët me ujë. E kupton, ne jemi një republik bananësh, ka ta ndisur Shqipërinë aty ku s'ka. Shkon në mbledh kryebashkiak dhe kush ishte qëllimi? Të bëjmë paketën e maleve, sepse aty do të shes prona dhe tha, do të japim tokën vetëm për resorte. Po kush bën resorte? Bën ose njerëzit e lidhur me kryeministrin, ose grupet kriminale, ose persona jashtë shtetit për të influencuar, po themi, emrin e tij dhe për ta mbajtur me zorën pushtet. Dhe nuk tha asgjë për qytetarët të cilët ju e dini që ne sot në Shqipëri paguajmë taksën e pasurisë 2 herë minimalisht më shumë se sa vitin e kaluar. Me datë 1 është futur taksa e pronës. Shtëpia e parë është rritur, po themi, ajo tarifa, ndërkohë edhe shtëpia e dytë. Ndërkohë Donald Trump për herë të parë vendos thotë gjithë pasuria vetjake ose gjithë banesat do të paguajnë 0 taksat e tatime dhe i ka bërë pronar, është rritur vlera e tyre, të kundërtën bën në Shqipëri. Pra, kemi një kryeministër që përdor, po themi, garnitur që mediat të merren me atë pjesë. Ju e keni parë një 2 herë merren me Fevziun. Pse merren me Fevziun? E detyeroi Fevziun pastaj për dalur në përsa pjesë turistike të tjera, gjithë mediat merren me Fevziun dhe nuk merren as me gjykatën kushtetuese, nuk merren as me akshin, nuk merren as me korrupsionin, nuk merren as me grupet kriminale, po themi që janë në Amerikën Latine, nuk merren as me opozitën. Ku ke pati që Spaku sjell, po themi, thot brenda 5 ditësh duhet që të vendosje, po themi, parlamenti për heqjen e imunitetit dhe ndërkohë ato thanë jo, do rrim 19 ditë. E disa kanë bërë tani 42 ditë. Dhe duan të kalojnë afatet kohore. Pra, kjo është qeveria që ne kemi. Kjo është një konglomerat, po themi që as grupet kriminale nuk janë kaq të sofistikuar për të rrezhur vëmendjen e qytetarëve për te problemeve që ato kanë. Çfarë ndodh nesër? Nesër nis sesioni parlamentar, nis parlamenti. Qëndrimi i opozitës? Qëndrimi ne do shkojmë aty në parlament, jam i sigurt sa ti bjer Bilbilit Tavlanti, mbyllet, Peleshi është kthyer thjesht në një vegël që sa thot ai 5 minuta pushim e mbyll Peleshi dhe ndërkohë pastaj
bën votimin e një anshëm dhe mbyllet. Kjo është ne maksimumi që do bëjmë një zënje aty për të kërkuar drejtat tona, do fillon ato po themi përjashtimin me 30 ditë, me 60 ditë tani kanë kthyer dhe jo më kalendarike, po ditë pune, 60 ditë pune, domethënë dikush do të përjashtohet më thuni një vend botës, edhe një person që mungon te dita punës nuk mund ta heqin, kurse një deputeti që është me votat e qytetarëve i heqet e drejta e funksionit të mandatit, i hiqet dhe rroga, po rroga funi le të hiqet. Po s'ndodh në asnjë vend botës, se funit ato deputetët janë dhe familjar, kanë dhe familjen e tyre për të mbajtur. Po ku ke parë ti që me propozimin e 7 rilindasve, të cilët se dinë që është parlamenti dhe heqin të drejtën e ushtrimit të funksionit 60 ditë pune ose konvertuar në 3 muaj.